Në muajin gusht të vitit 2025, një denoncim i pazakontë mbërriti në policinë e Tiranës për zhdukjen e Daniel Shimës, ish nëndrejtori i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Deri në atë kohë, Shima kishte vepruar në hije, duke noterizuar gjithçka që i jepte për të firmosur drejtoresha Mirlinda Karçanaj. Madje edhe në dëshmi parahetuesve, ish nëndrejtori do të deklaronte se tenderat i bënte me porosi të Mirlindës. Paratë e tenderave pastroheshin në një kompani ku aksionere me 100% të aksioneve bëhet Merita Shima, nëna rrobaqepse e Daniel Shimës. Më pas, 55 vjeçaria fillon transaksione për të blerë prona në Tiranë dhe në Bregdet, 9 apartamente dhe 14 poste parkimi me vlerë 900.000 euro. Dyshimet janë se parat nga tenderat e akshit janë kanalizuar në këtë firmë. Daniel Shima ka pasur informacione se veprimtaria e tij dhe nënës rrobaqepse po hetohej. Në fund të vitit 2022, ai ka urdhëruar nënën e tij Meritën që t'ia kthejë aksionet e njëjtit person që ja bleu. Sipas dokumenteve që disponon Vox News, rezulton se ky transaksion apo kalimi i aksioneve është bërë në të njëjtën kohë që prokuroria e posaçme kishte nisur një hetim.